Aldor, nga bisedat tua në përditshmëri janë trembur paksa personazhet publik shqiptar, influencerat nga ky lajm? Atë ne na kanë ardhur goxha kërkesa nga shumë edhe klient që na kanë pyetur sa do të deklaroj, si do ta deklaroj, ose i kanë bërë deklaratat e sakta, se edhe kjo është një pyetje shumë e madhe. Po se është një gjë e re dhe jo të gjithë e njohin. Po, nuk e njohin sepse nuk janë përballur përpara faktikisht me këtë me detyrimin që të merren në mënyrë intensive me pikërisht këto deklarata. Dhe është tani për thënë vërtetën, nuk ka shumë vite që informaliteti në Shqipëri, domethënë, është ulur në mënyrë signifikante. E kemi parë atë gjë, qoftë nga fakti që para 8 vjetësh nuk kujtohesh në herë kisha parë një kupon tatimor në tavolinë në restorante ose bar kafe. Ajo gjë ka ndryshuar. Dhe avash do ndryshoj edhe përgjegjësia, edhe përgjegjësiria e personave të ndryshëm ndaj faktit që ato duhet të paguajnë taksa. Por është gjithashtu për të sqaruar që shumë nga klientët tonë nuk e kanë këtë si temë për herë të, nuk po e dëgjojnë këtë temë për herë të parë, sepse ne kemi bërë punë të vazhdueshme dhe në mënyrë të ripërsëritur për t'i disiplinuar ato që të shkojnë të gjejnë një kontabilist, i kemi dhënë dhe ndihma se si mund të bëhen deklaratat e duhura, kemi bërë dhe ndihma në mënyrë se sa janë shifrat që ato duhet të deklarojnë, domethënë ne kemi bërë këtë gjë në mënyrë aktive, në mënyrë që një ditë nëse do ndodhin pikërisht këto hetime që po ndodhin, ato të jenë të përgatitur, pasi detyrimi për të paguar taksat është normalisht në mënyrë primare i atyre.